kurse vllaun e rrahën, duke shkuar në shkollë, vetëm pse ja pan librat shqip në çantë. E lënduan në kokë dhe po shërohet në shtëpi. Me paratë që do të fitoj, më dua të blej ilaçe për shërimin e vllaut. Nxorri nga xhepi një letër dhe bup e lëshoi mbi tavolinë. Mua më ka bërë përshtypje tregimi Pikalot mbi album, që është një dëshmi se fëmijët i duan shumë shkrimtarët. Dëgjoni, do t'ja u lexoj një fragment nga tregimi, pastaj pres mendimin tuaj. Pa vonuar shumë, ashtu duke denesur, nxori nga sishtari i vitrinës albumin me fotografi. Aty kishte edhe ca fotografi ku ishte së bashku me Xhaxhin Rifatin. Fotografia me dashur e Olës ishte ajo nga takimi i parë me shkrimtarin kur ishte vetëm 2 vjeçë. Një fotografi e bërë spontanisht, por me vlerë çfarë do dëshironin edhe mjeshtrit e mëdhenj të fotografisë artistike. Pajtohem plotësisht me konstatimin e Mirjetës dhe vërtet këtë dua t'ua ilustroj. Ja shikoni këtë foto. Këtu është Ola kur ishte vetëm 2 vjeçë. Ajo pat fatin që të takoj Xhaxhi Rifatin, të ullet në prehrin e tij, të dëgjoj vjershat e tij dhe ajo kur për jetë nuk do të harroj atë. Për atë edhe ndjeu shumë rënd humbjen e Xhaxhit Rifatit. Unë mund të them edhe këtë, se ju fëmijë jeni vërtet me fat, sepse patët rastin dhe keni rastin të takoni me shkrimtar, të bisedoni me ta, të mësoni nga përvoja atyre, po dhe vetë ja nisni të shkruan. Kurse ne që mund të them u kam lakmi e jo zili, nuk e patëm atë fat sepse kur nuk patëm rastin që të takojmë një shkrimtar, sepse ishte kohë e hershme, ishte afër gjysmë shekullin më herët. Edhe motivi i dashurisë është shumë i fuqishëm në tregimet e këtij libri, sidomos në raportet e gjeneratave gjyshnip, duke vënë spikan heroizmin, rezistencën, por edhe luftën për çlirim. Të paktën ky është këndvështrimi im. Por ju çfarë mendoni, Xhaxhi redaktor? Keni vërejtur shumë bukur. Se në rënd të parë, motivi kryesor që e trajton jo vetëm në këtë tregim zim mes dy dashurisë në këtë përmbledhje tregimesh, Ibrahim Skënderi, por edhe përmes atyre vjershave dhe për më të vogël, ai e ka këtë motiv. Se fëmijët dhe gjeneratat t'i bëj së më shumë ta duan atë dheun. Se vetëm ata që gjin ta duan atë dheun, do të kenë ardhmëri kombëtare të shëndosh. Dhe duke u nisur që nga historia e largët dhe nga Skënderbeu, edhe nga agroniet e Uta, dhe duke ardhur në mënyrë kronologjike vinje të fëqiu i vetë Ymer Prizreni, që ishte nga zgatari i opojës, është frymëzim dhe përmes veprave dhe zbamëve të tyne do të jep shembull të konkret se si duhet ruajtur atë dheu, si duhet luftuar për atë dheun, dhe unë në këtë rast do ta kisha përmendur një thënie të një shkrimtarit të madh spanjoll, Lorcës, i cili ka thënë për dashuri gjithçka, për atë dhe dashuri. Dhe si duket Ibrahimi e ndjek këtë rrugë. Pra atë dheu mbi të gjitha dhe atë dheu duhet respektuar dhe e vetmja gjë është për të cilët duhet të vdiset sikurse me lindur vetëm për atë dheu. Dhe për të ilustruar këtë që thash, do të kisha propozuar që të lexojmë tregimin Piktura që zgjoj kurreshtjen. Pikturë e një burrit shumë të madh. Dhe vërtet, kjo pikturë zgjon kurreshtje, e jo vetëm të personazhit kryesor, të Carroku, por të çdo kusht tjetër që i thot bukës buk dhe ujit ujë. Xhabardhi, një piktor flokëthinjur, vendosi pelhurën e kavalet dhe në hijen e blinit, para shtëpisë. Filloi të pikturoj një pikturë kushtuar Ymer Prizrenit. Carroku e përcillte me vëmendje dhe si kurështar i madh që ishte, filloi ta pyes gjyshin për çdo gjë që shihte në pikturë. Gjysh, kush është ky burr mustaqe e madh? Mirë zgatari bi. Po pse po pikturon këtë? Ai ishte njeri i madh. Ai luftoi për çlirimin e vendit tonë. Ai pra pas ka qenë shok i Adem Jashari, gjysh. Jo, por... Po i Skënderbeut? Jo,
shok nuk ishin sepse jetohen në kohë të ndryshme. Po Emir Zgatari, i njohur ndryshe si Emir Prizreni, ka ndjekur rrugën e Skënderbeu, kurse Adem Jashari ka vazhduar luftën e nisën nga Skënderbeu e Gjai Meri. Po ky flamur me Shqipon, dy krerëshe, me kratë të lëshuar gjysh? Ky është flamuri i Skënderbeut, që tregon atë që thash më parë, se Gjai Meri ka ndjekur rrugën e Skënderbeut. Po këto shtëpi të Gjai Merit janë? Po, këto janë shtëpit nga fshati i tij i lindjes, kurse kjo më e madhja është shtëpia muze e lidhjes shqiptare të Prizrenit, kryetari së cilës ishte Gjai Meri. Dua ta shoh Zgatarin gjysh, lësho paletën. Eja, eja. Eja. Ja, atje është Zgatari. Jo, dua ta shoh atje afër. Tash, me njerë. Zgatari është si çdo fshat tjetër, njësoj si fshati ynë. Jo, se si shatra tjerë. Ai është Zgatari, i Emir Prizrenit. Zgatari ati i Merit që pas ka ndjekur rrugën e Skënderbeut. Ati i Merit rrugën e të cilit e pas ka ndjekur edhe Adem Jashari. Eja, bi, shkoj. Gjaxhi shkrimtar, tregimi piktura që zgjoi kurreshtjen na bëri të bëhemi kurreshtar edhe ne. Nga se gjithë librat e juaj kanë shumë ilustrime. Pse i kushtoni aq shumë ilustrime? Është shumë e vërtet, sepse edhe ilustrimi, edhe tregimet janë krijime artistike. Meqense unë merrem kryesisht me shkrime për fëmijë të vegjël, i kam kushtuar një kujdes shumë të madh dhe kam pas dëshirë që ato krijime të kenë sa më shumë ilustrime. Ilustrimi është ai që bën veprën më të pranueshme të fëmijët, e bën më të kapshme të thënë, dhe në anën tjetër e bën edhe më të kuptueshëm, sepse fëmia atë që e shef e më gjatë se sa kur e ndëgjon. Gjaxhi Ibrahim, mua më ka bërë përshtypje se në ilustrime keni angazhuar nxënës dhe piktorë të tjerë. Pse nuk i keni bërë vetë ilustrimet kur në ju jemi edhe si piktor? Po, unë profesionalisht jam arsimtar i artit dhe që për 40 vjet kam punuar në arsim. Dhe pata fat që zbuloj talent të ri nga kjo lëmi. Kështu që disa prej tyre tani janë bërë emra të njohur të artit figurativ, ata më ndihmojnë mua në krijim të ri. Dhe në anën tjetër mund të them edhe diçka të veçantë. Nuk i kam kyç vetëm profesionistët. Këtu janë si ilustrues, janë përdorë dhe vizatime nga moshat e parashkollorëve, nga moshat e më të rive nxënës të fillorës. Ka libër që, për shembull, librin Loku dhe Carroku e ka ilustruar një fëmijë 7 vjeçar. Ndërkaq librin pikërisht të cilin sot e kemi në dorë dhe për cilin po flasim, ilustrimet e brendshme i ka punuar një nxënës atëherë i klasës së 7, për ndryshe i moshës 17 vjeçar. Dhe unë këtë e kam bërë me qëllim që nxënësin ta motivoj, ndoshta ai do të inspirohet dhe dikur do ta ndjek rrugën e artit. Gjaxhi Berat, i tërë vëllimi me tregime është i ndarë në 3 cikle, diçka jo e zakontë për prozë, por me sa kam kuptuar unë, ndarja e tregimeve në cikle është bazuar në 2 kritere, në bazë të motivit dhe në bazë të moshave të fëmijëve. Në ciklin e parë janë tregime me motive lirike, nga përditshmëria, por për moshat më të vogla, parashkollore të fëmijëve. Në ciklin e dytë ka tregime me motive të përzjera, pra edhe epike, por për moshat e fëmijëve filloristë. Kurse në ciklin e tretë janë kryesisht tregime me motiv nga lufta e fundit për liri, për heronjtë të kësaj kohe, por për fëmijë, për të rritur dhe të rinj. Kjo ndarje lën një përshtypje sikur edhe tregimet rriten, sikur rriten edhe fëmijët. S'di nëse pajtoheni me mendimin tim. Thanë bukur, pse mos të pajtohemi, ku një konstatimi juaj qëndron. Ashtu është, në pjesën e parë, janë tregime që ndoshta lidhen ngushtë me familjen e shkrimtarit. Dhe duku shkuar në kapitull, ai zgjerohet dhe e përfshin thyese tërë hapësirën, tërë gjeografinë shqiptare në një përmledhje kaq të vogël tregimesh, por që në realitet është shumë e madhe. Gjaxhi Ibrahim, në mesin e këtyre 20 tregimeve, 7 prej tyre kanë motive nga koha e luftës së UÇK-s për shirimin e Kosovës.
Pse keni bërë këtë? Çdo gjë që ndodh në kohë edhe në hapësirë. Dhe krijimtaria letrare gjithashtu ndodh në një kohë të caktuar dhe ngjyroset me ngjyrat e kohës. Kjo ka ndodhur edhe me librin të cilin e keni në dorë, sepse ka zënë fill në kohët shumë sfiduese, në kohët kur zhvilloi një luftë heroike e trimave të UÇK-s për çlirimin e atë dheut. Kështu që unë jam motivuar nga kjo dhe ato kanë mbetë si vlera dhe mendoj se ne kemi për obligim që gjakut të derdhur të dëshmorëve të UÇK-s dhe të gjithë atyre që dhanë shumë për atë dheun, tu kushtojmë diçka nga krijimtaria jonë, qoftë letrare, qoftë artistike. Kjo dhe ka bërë që disa prej tregimeve të jenë me motive nga lufta e fundit, nga lufta e UÇK-s. Fundja, kjo luftë është një halkë shumë e rëndësishme e atij zinxhirit të madh të rezistencës kombëtare dhe të heroizmave kombëtare, duke u nisur që nga luftrat e lavdishme të Skënderbeut, nga koha e lidhjes së Prizrenit, nga koha e pavarësisë së Shqipërisë dhe së fundit edhe nga lufta e fundit e cilave na solli liri. Xhaxhi redaktor, në këtë larëshi motivesh në tregime, mua më ka bërë përshtypje tregimi fantastiko shkencor Hënorja. Cili është mendimi juaj për këtë? Letërsia shqipe në përgjithësi në motivin fantastiko shkencor ka një mangësi. Janë të pakta veprat të krijuara në këtë zhanër të motivit fantastik. Ibrahimi e ka bërë një hap, e ka qitur një xhit me tregimin Hënorja. Nga hëna vije Hënorja. Pak e pazakon që Hënorja si princesh vije ta merr princin. Zakonisht në prallat tona princi e merr princeshën, por ja se me tregimin Hënorja shkrimtari e bën se nga një planet krejt tjetër apo nga hëna të vije ta kërkoj princin e bukur në tokë. Mirë po ja se për fat është edhe një ëndër se gjen mënyrën se si ta përfundoj këtë tregim shkrimtari Ibrahim Skënderi. Prandaj ju që jeni të ri duhet të qaseni edhe temave fantastiko shkencore. Pse mos t'jeni edhe fëmijët shqiptar si fëmijët amerikan dhe nesër, pas nesër të bëjnë një zbulim, të bëjnë një diçka të bukur dhe të mirë që do t'ja japin botës. Tram, tram, tram. U dëgjuan tronditje kur trikambët e fluturakës prekën sipërfaqen e tokës në kodrën e lulekuqeve. Sa u friksova, Klifi Carroku, i cili kishte rënë nga krevati një dysheme. Ishte ndjerësitur e bërë qull nga një ndërsa e bukur aq edhe e frikshme. Tregimet e Xhaxhit Ibrahim janë tregime që krijojnë shumë emocion, shpresherë deri në shpërthim emocional. Por, edhe pse janë shkruar në kohë shumë sfiduese, në kohët kur okupatori dishi të na zhduk nga faqja e dheu, shkrimtari në asnjë rast nuk shpërthej me urrejtje. Por ai me shembull pozitiv vlet për dashurinë ndaj atyre që na ndihmuan në kohët më të vështira. Dashurinë ndaj UÇK-s, ndaj kukësit dhe të gjithë atyre që na mirëpritën si refugjat. Shkrimtari përmes tregimit jep porosin se miku në kohët vështira kur nuk duhet të harruar. Pikërisht për këtë më ka pëlqyer tregimi një takimi për mallçe. Bër fjalë për vizitën dhe takimin në një fëmijë kosovar, në këtë rast Carrokut në fëmijë të familjes në një fshat të Shqipërisë, ku qëndroi gjatë luftës. Do të dëshiroja të lexoja një fragment nga ky tregim. Pajtoheni? Po. Duke biseduar, arritën afër shtëpisë së Gonit. Lëshuan rrugën kryesore dhe Carrokut ju bë realitet imazhin që bante në kujtesë. Në livadhin e madh ku lot një dele. Bubi i shtrirë aty afër deleve ngriti kokën. Kurse Goni, Toni i ja e ceni ndërpren lojë. Dhe vrapuan të gëzuar drejt veturës së Xhabar. Ata e njohën Carrokun dhe nuk e përmbajtën nga gëzimi. Carroku, hej, erdhi Carroku, bardhoku, shpërthye mbrit me gëzimi. Çfarë takimi për mallçën kur takohen? Vëllezërit me vëllezër, fëmijët me fëmijë, zemra